Pavarësisht se në të kaluarën mund të ketë pasur president që janë përzier në çështje të koalicione, organizuesit e seancës konstituive, siç e dini, kuvendi duhet të bëjë një së regjistrimesh e përgatitjesh teknike, ka kohë të mjaftueshme. Unë uroj sukses partive politike, uroj sukses kuvendit Republikës së Kosovës që ai proces të shkojë sa më mirë, që është e mundshme dhe që konstituimi të kryhet po me atë datë mirë. Po siç e dini, si presidente s'kam të drejtë vote. Dhe pavarësisht se në të kaluarën mund të ketë pasur president që janë përzier në çështje të koalicioneve, unë i konsideroj ato çështje partijake, që sipas kushtetutës nuk janë detyrë imja, por jam besim plot që institucionet përkatëse, në këtë rast deputetët e kuvendit të Kosovës, do të bëjnë çmos që kjo të jetë seancë e suksesshme. Është me rëndësi për qytetarët e Kosovës, por ju po ishini zhvillimet gjeopolitike, nuk është që globi na pret neve, kështu që është me rëndësi që sa më parë që të jetë mundur, por gjithsesi brenda afateve kushtetuese, të kemi qeverinë e Republikës, së pari konstituimin e kuvendit, që është hapi i parë, dhe pastaj qeverinë e Republikës së Kosovës, një kuvend funksional që e kryen edhe punën e mbikëqyrjes në raport me qeverinë, sepse Kosova ka shumë punë për të bërë. Prandaj edhe një herë unë dua t'i uroj suksese deputetëve të kuvendit të Kosovës, cilët janë të vetmit që kanë të drejtë vote atë ditë, pas betimit, me shpresën që konstituimi do të jetë i suksesshëm.